këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju dhe për të sjellur pranë jush ngjarjet, dinamikat dhe diskutimet më të fundit që po ndodhin në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4. Dua të analizoj një ngjarje që në fakt nuk më ka tronditur vetëm mua, por e ka tronditur të gjithë opinionin publik shqiptar. Dolce, natën e mbrëmshme, ju I keni parë videot më sepse po bëhen virale në për të gjithë rrjetet sociale, ka kërcënuar Albën në festën e madhe që vllau I madh kishte përgatitur për banorët. Pas gjithë atij manifestimi, pas gjithë atij momenti të bukur, pas gjithë asaj kënaqësie, Dolce, siç duket, e ka marrë me shumë inat afrimitetin e Albës